Mos e harroni vëllezër për Zotin. Të largohen prej Zotit. E në vallaj po të largohen prej Zotit, të shte kjo, aja ka shkruar shumë atyre, përmend shumë gjona, unë ju kallëzova pak, se s'do t'ju marrë në kohë shumë, po ka shifeni, të shte, ajo që të largohet prej Zotit, sa është mo as pasuni, as fmi, as burr, as gru, as pun, as halal, as i gjo. Nëse të largon prej Allahut xhelel xhelaluhu, edhe ai halal që ke fituar, ai është kthem haram. Absolutisht. Thot Allahu xhelel xhelaluhu, urdhën absolut. Nëse familjet tuaja, prindit tuaj, fëmijët e juaj, bashkëshortet e juaja, bëhen shkak që ju të largoheni prej Zotit, nuk janë për ju. Ja. Mund të largohej prej çdo gjëje vetëm prej Zotit, jo. Vetëm për Allahut.